Mbaj kështu. Edhe kështu. Edhe një herë. Do të vafosim gjithmonë pa partishmëri dhe pa dorasha ku i thonë vetëm në halë tonë që kemi halin. Halli mazës për neve të pizat. Është vetëm halli unë. Rrugën mund të kalojnë nabë. Rrugën mund të kalojnë të ojnë të pizat. Duke mos e pirë do të flasim këto 35 vjetë. Të thuaj është gjuna të thuaj për kone në vejtë që kaluam keq, ka qenë rjetë. Kemi pirë ujë. Po, unë nërpres i pas abozirëve. Edhe i rritë të para 7 apo 10 vjetë. U qonë të sahat, bashkërisë, aty kam bërë shumë probleme. Edhe unë kam qenë që zdonin sahatin e donin sahatin si të punë të grave. Ta pagonim ashtu regullisht. Ujën të sakt, të pishëm, se gjithmonë ujë është me vlerë, ka vlerë të madhe. Kam shumë se kore në vlerë, se pjetë në gojë. Po, gjithmonë, mos puna, që nuk është bërë, në çdo qeveri, nuk tërë, gjithmonë tërë në popullishë. Kemi arritur që po jemi 10 vjetë pa ujë të pishëm. 10 apo 15 vjetë. Unë i kam marrë në 2013, tu, kam qenë në Greqi, me dokumentë kam qenë në Greqi. Dhe 2013 dhe më thotë, unë s'kam pi një pik ujë. Ujën e baktive, s'kemi bakti, po atë një lopë, apo 2 dhi. E maj me ujë të kripur. Dhe pëtet, një problem tjetër nga ka dalë. Nga ka ardhur ujë kripur në qatë. Nga erozionet e përsërit të njerëzve që kanë hapur shumë një minierë të madhe në bifshatë tonë. Në qëndro të problemin e hapjes ujë të kripur. të ujë kripur. Një minierë që hapur në bafshatin tonë, minierë ari, i themi neve ar zhavorri, që është shfrytëzuar toka, toka e bujqësisë, e kanë shfrytëzuar shumë persona, po nuk e dim se ku e ka shfrytëzuar. Edhe qoftë e dim, nuk kemi mundësi ta themi, po e themi si bashkërisht, si popull, si fshat, që është bërë një si fshati, është bërë një makabër, duke rënuar fshatit, duke nxjerrë në qesh. Në anën e pendimit kemi fushën dhe në anën e lidhjes që bërë miniera, fshati ka ngellë fish, aty në ka dalë edhe ujë kripur. Nga dalë edhe ujë kripur, që baktit tona nuk pinë të ujë, pavarësisht se neve s'kemi as ujë pisë, fare, me rjetë. Në këto rjetë nuk është punuar asnjëherë. Duke mos u punuar asnjëherë, kanë abuzuar shumë nga neve, shkatarë, të cilët ka pas 2-3 qetë. Dhe ata nuk, duke mos punuar vetë qeveria, e të abuzuar. Se po të punuar qeveria, çdo qeveri kas, pinë gjithë ujë. Pinë gjithë ujë, ashtu si kam pirë unë 23 vjetë në emigrim, ashtu si i njohë unë një vjetë. Njohin të gjithë, se kam mbledhë botën, po flasë unë kam dhejnë shumë. Dhe kam paguar ujnë me të atë si punë të grave. E kam paguar. Dhe jam i dëruar të paguaj përsëri, e jam ankuar shumë herë. Nuk është dy lafi, sot qasim. Të mirë kuptojnë a fletarët me një tjetin. Të pim një ujë të sakt. Në vi një ujë sakt, se ujë është shumë me probleme. Është shqetësor. Është një problemi matë me ujnë, se ne kemi ujnë aq të mirë, sa se ka asë një zonë. E kemi ujë në vend dhe se pim dopë. S'kam të ta fare tjetër vetëm ujnë e pishëm më rrugën e do rregullohet, se do të rregullojmë edhe vetë mendimat tona apo mendime e qeveritare. Po ujnë e pishëm turpi më i madh. Është një turp, po thashë njëra, unë kam qenë kaq vjet. Një qeveri më e fundit vjet. Edhe një ujë të pishëm më raket, nuk e di. Jemi shumë të me të ujë. Ndaj, vokoj gjithmonë, çdo lloj qeverie, flasim pa politikë. Na japi unë e pishëm dhe jemi mbitë këta jemi njerë, mos na diskutojmë si njerë. Mosha jon kaloi, unë kalova na mosha. Ama për të rindesh, gjuna. Ja dhe i fapë, 2 fapë vjeta e këtyre nga Greqia, po pasi, dhe 10 vjetë, 12 vjetë, tu jetë pa ujë.
Duke bërë Pushtetin e ka pas Partia Socialiste, Bashkia, pushtetin lokal, pushtetin qendror, Partia Socialiste. Absolutisht nuk ka sjell asnjë gjë deri tani. Ati të ardhë fshatin, edhe rrugët, mund të shikohen edhe rrugët. Ati të shikohen, nuk flasin për rrugët, flasin edhe për ujë, domos. Tash edhe ato ujë kimi ju ka kriposur duke hapur Minera Zavor. Minera të Zavorit. Minera, e bërë minera. Minera të duhet ati. Atë minera të gjithë. Duhet ta dini edhe ju. S'ka mundësi, ka e po bën vite. Gjuna. Më kupton? Jemi Duhet ta dish edhe vjet juaj. Duhet ta dini të gjithë ajo aty. Ka e po bën vite. Mo material autostrate me fjalë nga skitan. Nga bypassi i Vlorës, nga bypassi i Tubej Fiti ka i këtu. Nuk është se është marrë Zavor për shembull që ti thjesht. Atë problem po them, jo se kush e di, kupton? Edhe ty duhet ta dish. Kupton apo? Ne duhet ta dish se që është bërë aty. Aty nuk është. Aty është vetë është frikë, është për 50 metra thellë. Ja unë se kishin të tërë me taklahime fjalë si ka qenë po bën vite ka mund të jetë edhe tjetrit për vjet tokë është bërë, po bën 15 vjet që është bërë ajo punë atje, nuk është se është bërë tani po dha sa. Tash Luan do vend ti bësh një foto aty në ndonjë zavë. Janë të licencuar sa që flasin do. Nuk dim do të ato gjëra që i kanë bërë ato kanë qenë në anë të qeverive. Na ka pranuar njëri. Aty na kanë thonë edhe varreva na ka. Aty me fjalë ka qenë edhe qeveria që më përpara para 13 vjetës edhe mbas 13 vjetës, po bën vite ajo punë. Që është ditur me fjalë që është marrë ai material ato listë 3 milionë. Jo Luan do bëjmë plazh dunë bashkë me marrë partia. ato ditësh apo shumë thellë, ka dalë ujë kripur. Jo, atje u bë Po i pusa i që ka bërë lavatricën, po i pus. Edhe pusi tani doli në ato për të kontan. Ujë se blokon dot maj. Ai ka bën tani në erdhi Të baballarëve ta. Puzën e baballarëve Është ta. problemi që uji kripur, ka shpërthyer Nëse ti ju për ujin për vete, keni hapur ju ka prishur dhe ujin që keni të pusën. Kishte problema Do bëjmë edhe këtë, jo se ai do bëjë një pusë për shembull për mos tani aty bllokuar në Almazën në pusë çuar. Ka bërë atë aty. Shikoj çiko Luan. Provoj çiko. Po lere që mos e bëjmë Smuraj. Kriptën. I bie lopa me unë. Provoj aty provoj. Mos e gjë. Ka gjë jo. Mire ujë se po them. Provoj jo. Vigjë na provuar. Më një na provuar. Majë me bakë me gaz. Ele me vizë për bakë. Dhe për një rikë do na mbajmë në shtëpi nuk e marr. Do ujë. I kemi kënë në vend dhe bo. Një fshat, i quhet çata, do ta mbaj një bakë. Ati e mban 2 vite, 3 vite. Do të mban dot një rikë. Ka mund fakti, ato që themi edhe një depozit. Nesër ti hajde rreth ta shikojmë tani aty. Depozit. Vetë ta shikoj aty. Edhe në tonë gjatë edhe nuk mund vjen ujë me Ai do vjen në juve. edhe me të çesmën edhe në atë Ka fare në Havaj. Se ndryshon puna që bësh do të në ditë tani bësh atë bën. Kjo lindje është i vjen tesh e shkuar e gjithë. Apo vim. Është e shkuar e gjithë. Për tokat e matjena. Va vizin e serë. Po edhe këtu po të vi prap, Ai presion që në ato gjë. Po të patë në kurrë. No, duj. Nuk vjen. Do më vi këtu, jam i detyruar prap të blej prap pom. Ta qenë lart. Nuk se ai presion ka. Po su bë. Po të bëhet depozit, ndryshon puna. Këto po bën të sa të vë. Që në kone gjatë. Edhe atëre nuk kishte, vinte ujë të shtak. Prap e vjen vetë. Prap nuk vjen. Ai tani më ka vënë ujë, unë do të vetë atje ai thot. Ai thot 1 milion lekë. Tash çfarë kam te unë?
Po këtu është ndërprerë. Pun kam unë me fjalë gjajt më fusit tek ajo plus që është 2500 lekë kontrata që se kam prishur. Por e hangën edhe atyre lekë. Vetë 2600 lekë muaj tani. Në këtë muaj tash në këtë faturë. Çfarë futet? Tu gjelbërim të shiko, tu gjelbërim s'ka. Pastrim jo. Asnjë s'ka. Ndryshim jo. Asnjë s'ka. Ndryshim ja kanë vënë këto. Jo, nuk ka. Tasën bashkia e merr. Jon tani prap. Unë s'kam qenë atë. Peme 10 taksë. Vajti vllai atje se kam një vllaj që punon me unë Chelsea. E ai vajti se nga halli atje dhe i paguaj lekët. Edhe e mori tani prap. Duhet të vinim për shembull kishim neve të tjerë për ta shoh. Po s'vajte atje që të bësh atë se fjalë tip marrveshje. Ai thon 1 milion lekë. Ai thot do 400.000 lekë paguash në dorë, pastaj të bësh një marrveshje për shembull me 10.000 lekë në muaj, që të paguash në diçka. Tash ti ne po bëjmë 10 jo një po ka rrezikin tepër. Ti s'mani mu. Peme 10 që Janë po tash i unë thash jo 10 vjet më tepër. Peme 10. Tash ti jo çfarë po them unë, po them 10 vjet po më tepër. Pse të ashtu kjo? Me fjalla jo është që është për shumë se Sa shumë nuk pjetë me që nuk pak bërë në një rrugë s'gjide luan ta. Flasim me realitetin Në reagimi juaj i sotëm, telefonata që bëhet për bisedën, folja juaj hapur dhe pa frikë do të thotë shumë. Çfarë frikë? Deri Do të kem frikë unë madhri. Më lejoni t'ju them që kanë mbjell një frikë tek qytetarët, tek populli, tek njerëzit që nuk reagojnë, nuk Po shërë e fade aktuale. Edhe po të vi kush të dojë vëlla unë tek i do them çfarë frikë do kem. vetë dhe bën politik Dim ato gjëra, dim. vetë bën politik luani ton atje, vetë se kërkon tani që janë zgjedhje. Në fakt, unë erdha i telefonuar nga disa banor për të dëgjuar juve. E vlerësoj shumë denoncimin hapur që bëni, absolutisht do ta ngrë fort si problem, por do t'ju them një gjë. E di si merr zgjidhje kjo punë, siç do të sot, duhen njoftuar të gjithë banorët. Jo janë të gjithë janë punër, po ka. Jore, po zvajte atje nuk të bën ai. Duhen njoftuar të Po gjithë zvajte atje banorët, thot ai të dalin të reagojnë. Do vi dhe unë, më dëgjoni një fjalë në punë. Do vi dhe unë në mbështetjet tuaj për çdo problem, madje ftoj edhe deputetët e Partisë Socialiste të vinë dhe ata më të vi kushdo të bashkohen me kryetarët dhe të japin zgjidhje problemit. Jo për njëri për vota. Të japin zgjidhje problemit. Dhe ata kanë përgjegjësinë se kanë 10 vjet në pushtet dhe kanë 20 vjet në bashki që drejtojnë atë bashkinë si të duan, veprojnë si të duan, mbledhin taksat, mbledhin tatimet dhe nuk i japin zgjidhje problemit. Tash unë që po të flas, që kur unë do preku jo gjë këtu, vinin ata dhe njën ka kohë lidhin. Unë si kam patur me fjalë në 200 lekë. Si do që ishte. I paguajnë detyrimet. Por po të gjitha, ndash me 5.000 lekë si që bë, se i bënde komuna ato gjëra. Në kupton, vinde pa fatur fare. Vinde 5.000 lekë, 5.000 lekë. Se nga vinin lekët një zot e di. Ju keni dhe atë problemin tjetër që u avogën gjitha lekët që u ndodhen. Ore i nuk e para ata sa e kohësh dinë lekët i morin i morin drejtuesi. Po kur vinte pa fatura. Mos punimi. Dhe ju vazhdoni të figuroni si debitor në ujësjellje, sikur keni për të paguar lekët. Në fakt lekët ju i keni dhënë. Do të bësh një pikëlidhje, do të jetë debitor të dëshuar. Ta kanë arritur deri aty sa të vjedhin edhe lekët kesh. U i zvinte edhe ne pagunim. Unë isha në leki 1.000 lekë vajti fatura. Ja pa unë Sa po që ka qenë, më kupton. Po erdha këtu, po erdha qeverit. Më kupton kushdo që ka qenë, se ky ka qenë i mbartur ky muhabet. Edhe në kohën që ishte. Kto i bënte për shembull të themi këtu komuna. Po komuna po. Ata i mblidhin ata. Ai vinte atje dhe ata thoshte 5.000 lekë. Mira, shkot ato lekë. Edhe do ikë se kam një të smuar atje. Gjithë të mira. Faleminderit. Po duhet një organizim këto tash, një ashtu. Duhet reagim. Në qoftë se nuk reaguar masivisht, të dini nuk do të zgjidhet problemi. Do të vazhdoj ai uji i kripur. Aty do të vazhdoj uji i kripur te puset tuaja. Vetëm kjo është e pafalshme. Puset tuaja i bërë me para